Qytetarët e Shkodrës kanë vlerësuar ndërhyrjen për lirimin e hapësirave publike në zonën e Perashit, duke cilësuar këtë veprim si të domosdoshëm pas shumë vitësh zaptimi. Hapësirat të cilat për një kohë të gjatë ishin kthyer në privilegj të pakicës, po u rikthehen qytetarëve, duke rivendosur përdorimin e tyre normal dhe të barabartë për të gjithë komunitetin. Banorët theksojnë se këto ndërhyrje ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e cilësisë së jetesës, rritjen e sigurisë dhe krijimin e një mjedisi më funksional për këmbësorët dhe fëmijët. Në Andaran e losin fëmijët i shanë të lulishta. Lishtet e lirume janë shumë mirë, tash njëri ka nevojë të rrjedhonen Perash, këtu kam pallatin. Njëri ka qef me kanë sa më pastër. Bollë mirë po bojnë. Ka nevojë ky popull me bëj fije relaks. S'ke pas ku mendej. Njerëzit i farë moshe duan me dalë edhe mendej në fresk. Duan me hingëti si fije sa do pak. Bravo. Duhet me bo. Po. Është nevojshme. Shumë bukur, punim i mirë, gjë mirë, e domosdoshme. Mirë është. Pse? Se i dalim edhe në rrim mirë atë. Unë përvejdim për qenë atë që e keni boju. Shumë mirë. Bashkia Shkodër bën me dije se aksionet të ngjashme do të vijojnë edhe në zona të tjera të qytetit.